Është thelbësore që çdo aktivitet në hapësirën ajrore të Kosovës të bëhet në bashkërendim të dur me misionin paqërues të NATO-s në Kosovë, KFOR, për të parandaluar tensionet dhe për të garantuar siguri, tha për Radio Evropën e Lirë, një zyrtar i Aleancës Ushtarake Perëndimore. Autoritetet kosovare njoftuan më 8 tetor se pranuan mira dron luftarak nga Turqia, duke nxitur reagime të ashpra nga fqinji verior Serbia. Zyrtari i NATO se vlerësoi Turqinë si kontribuese të kamotshme në misionin e udhëhequr nga ajo në Kosovë, KFOR dhe në stabilitetin rajonal, por ai nuk deshi të përgjigjej pyetjes së Relit se në çfarë rrethanash Kosovës mund t'i lejohet që t'i përdor këta dron, duke ditur se vetëm misioni i udhëhequr nga NATO-ja e ka autoritetin mbi hapësirën ajrore të saj. KFOR-i e mbikëqyr rregullisht hapësirën ajrore të Kosovës duke i përdorur të gjitha mjetet dhe burimet që ka në dispozicion në përputhje me autoritetin dhe mandatin e saj ekzistues, sipas rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s të vitit në 1999, tha zyrtari i NATO-s. Ai theksoi se KFOR-i mbetet i përfshirë ngushtë në këtë çështje të rëndësishme dhe është në kontakt të ngushtë me organizatat e sigurisë së Kosovës dhe me forcat e armatosura të Serbisë për këtë qëllim. KFOR-i gjithashtu është reaguesi i tretë i sigurisë në Kosovë, pas Policisë së Kosovës dhe Misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit EULEX. Misioni i NATO-s veç të tjera është shpërgjegjës për sigurinë në vijën kufitare mes Kosovës dhe Serbisë. NATO ja shtoi praninë e saj në Kosovë gjatë vitit 2023 pas rritjes së tensioneve në veriun e banuar me shumicë serbe dhe tani ka 4649 paqërues nga 33 shtete të ndryshme. Drejtori i Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, Mentor Vrajolli, tha për Radion Evropa e Lirë se pavarësisht se Kosova nuk e ka autoritetin mbi hapësirën e vet ajrore, ajo duhet i zhvillojë kapacitetet e mbrojtjes. Kjo është një farë gare në armatim që po zhvillohet në rajon, ku unë mendoj që është e pritshme që Kosova të reagojë në një garë të tillë për shkak se siguria territoriale e saj është cënuar në mënyrë të hapur nga një shtet fqinj, tha Vrajolli, duke u referuar pretendimeve të zyrtarëve kosovar për shkelje me dron nga Serbia. Zyrtarët e Kosovës thanë në fund të shtatorit se hapësira ajrore e Kosovës ishte shkelur nga dron të dyshuar serb, por ata nuk kishin dhënë hollësi rreth këtyre pretendimeve apo se kur saktësisht kishin ndodhur këto shkelje të dyshuara me dron. KFOR-i në anën tjetër i tha Relit më 26 shtator se nuk ishte vërejtur ndonjë hyrje të dronëve nga jashtë në hapësirën ajrore të Kosovës, që mund të ndikonte në sigurinë e të gjithë vendit. Vrajolli sa kaq i tha Relit se ky investim i Kosovës nuk është jashtë kontekstit rajonal dhe global, duke i parë edhe shkeljet e dyshuara me dron rus në Evropën lindore javët e fundit. Këta janë dronë mbrojtës, pra nëse dikush vjen dhe e sulmon Kosovën, këta dronë përdoren për veprime të tilla dhe nuk kanë synim për të hyrë në territorin e kujdo për të kryer operacione të ndryshme, shtoi ai. Më tej, eksperti beson se qëllimi i Kosovës është mbrojtja dhe jo shënjestrimi i ndonjë vendi. KFOR-i është trupi jo shumë i madh dhe ky mision jo më mos e ka teknologjinë më të avancuar, për shkak se Kosova akoma nuk shihet nga NATO-ja si vend i rrezikut të drejtë për drejtë. Prandaj institucionet e Kosovës duhet arrisin kapacitetin për t'i luftuar këta dronë. Kosova ka shumë nevojë të zhvillojë teknologjinë që i vlen dhe i deaktivizon këta dronë, sepse Kosova mund të përballet edhe me sulme terroriste me dronë, e realisht nuk e di sa kemi kapacitete që të ballafaqohemi me kërcënime të tilla, thekson Vrajolli. Serbia, e cila nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, e akuzoi Turqinë, njërin prej antarëve më të fuqishme të NATO, se e ndërron ringjalljen e perandorisë osmane. Vetë presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se është i tmerruar nga sjellja e Turqisë dhe e presidentit Recep Tayyip Erdogan, duke pretenduar se ajo ka shkelur Kartën e Kombeve të Bashkuara dhe rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Më vonë, Ministria e Mbrojtjes së Serbisë tha se pas dërgimit të dronëve turq në Kosovë, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Serbisë, generali Milan Mojsilović, ka zhvilluar një bisedë telefonike urgjente me komandantin turk të KFOR-it në Kosovë, general major Ozgan Ulutash. Në komunikatën për media u tha se gjatë bisedës me kreun e KFOR-it, Mojsilović ka shprehur protesta ashpër kundër vazhdimit të armatosjes së Kosovës.